Arbër, si shikon pozitën e Partisë Demokratike, thash pas kësaj përmbysjes madhe të narrativës, e pam sot edhe për mënyrën se si Rama e fshigulloi opozitën për gjitha kauzat apo tezat e rreme që kishte ngritur deri tani, si e parajmëron, si e projekton që do të jetë protesta, sepse duhet thënë që sot edhe Arbër Mazniku ka kërkuar që në parlament të votohet një grup tjetër për sa i përket reformës territoriale ku të hiqet bashkëkryetari siç është ai i opozitës dhe gjërat vazhdojnë edhe pa opozitën. Pra ju kanë dhënë afat duket deri këtë javë që po, çka do të thotë që Rama e ka nisur rrugën, nuk ka ndërmend t'i kthehet mbrapsht reformave që ka ndërmend të bëjë deri në 2027, ku janë reforma të rëndësishme kushtetuese, sigurisht. Nisur nga kjo, nga një opozitë që as që nuk, ajo që thotë Almeri, as që po merret në konsiderat, çfarë do bëjë opozita? Dgjoj, unë hyta të njerëz që i mbështes shumë të rinjt. Dhe njëta gjë do të ishte edhe po të kishte një lëvizje të tillë në kampin socialist. Pra, që të jemi koshient. Gjithmonë kam qenë pro të rinjve aq më tepër në një moment si ky. Partia Demokratike ka shumë nevojë për të rigjeneruar. Partia Demokratike ka shumë nevojë për të ndryshuar. Partia Demokratike ka shumë nevojë për të mos qenë më ajo që është. Që do thot, rezultatet flasin qartazi. Dhe Zoti ka folur me shifra për herë të parë. Pra imagjinoni ju se si flasin shifrat për Partinë Demokratike. Është një parti humbse. Ka humbur 4 palë zgjedhje, me gjithë zgjedhjet lokale janë 10 palë zgjedhje. Tani, e ka fajin ky, e ka fajin ai, e ka fajin ky, e ka fajin ai, po vetë ata ka ndonjë faj? A ka ndonjë përgjegjësi leadershipi aktual? Luzim Basha zotëri dha dorëheqjen, mirë keq se kritikoj Luzim Bashën, po mirë keq ka dhënë dorëheqjen sepse ishin zgjedhjet e Rogozhinës, Vora, dha dorëheqjen për Vorën dhe për Rogozhinën. Ndërsa zoti Berisha ka humbur zgjedhjet e katërta zgjedhje parlamentare me një rezultat katastrofal, ku sondazhet kishin një vitresh që nxirrin humbse nga fillimi deri në fund. Pra, çfarë do thotë kjo? Është nevojë urgjente për të ndryshuar. Është nevojë urgjente për patur një leadership të ri. Tani lëvizja Saliani nuk shikoj aspekte pozitive. Në çdo gjë të saj, në çdo lëvizje shikoj gjëra të mira, sepse shikoj diferencën. Sallat e zotit Berisha me sallat e zotit Saliani. Të rinj me mosha shumë të thyera. Energji flitet për të ardhmen, ndërkohë flitet për stagnacion. Pra, Saliani deri tani po tregon totalisht të kundërtat e zotit Berisha. Po, deri tani diskutojmë edhe për Salianin, po unë po them në kushtet ku ndodhet sot Partia Demokratike me kryetar Sali Berishën, a do të radikalizohet? E ka mbyllur, nuk ka çfarë të radikalizohet, më ka mbyllur ciklin zoti Berisha. Zoti Berisha është fatmirësisht, është pjesa e lavdishme e PD-s, sepse është njeriu i cili është dhe te themelusit, jo te brezi i parë i themelusëve, po te fillimi, shkon pastaj më pas tek 2005-2013 antarësimi në NATO, liberalizimi i vizave, pra u bën disa rekorde të rëndësishme që zoti Berisha i ka si historik. Targi Vora. Por mbyll cikli i tij. Çfarë do ndodh në datë? Asnjë gjë nuk ka çfarë të ndodhi. Nuk ka ku të shkojë. Vuar me radikalizim. E dim se radikalizimi ka një gjë. Në këtë situatë ku Shqipëria është pjesë e bordit të paqes, të rindërtimit të paqes në Gaza dhe të bordit paqes. Është një situatë delikate në rajon. Serbia, situata delikate në Rusi. Lavrov tha dua të bisedoj me për Ballkanin. Pra automatikisht nuk e ka luksin asnjë parti politike që të destabilizojë vendin. Dhe mbi gjitha, edhe sikur nuk e ka fuqinë. Pra shifrat janë ato që janë, që të detyrosh një parti politike siç është majoranca dhe me këtë bonus që mori këtë ditë dhe këtë orë të ndryshojë dhe të sjellë atë qasjen e re të saj, është e pamundur, nuk e bën dot Partia Demokratike dhe nuk është gati. Po ti themi gjëra siç janë. Zoti Berisha, fatkeqësisht mendoj unë, përpiqet të gjejë këto artificat, jo do bëjmë protestë kombëtare, jo do bëjmë atë, jo do bëjmë këtë dhe në fund fare çfarë bën?
nuk bën asnjë gjë, po thjesht gënjen demokratët që i rrit prishmërit, Rama do rrëzohet, Rama iku, Rama në kushmë dhe në fund ditës nuk ka asnjë gjë të re. Tani, a ka potencial më të madh se tavolina jonë në PD? Nuk po them që janë 3 potencial për PD, po paktën 2 janë për të qenë në PD. Dhe nuk janë aty. Pse mos janë? 2 nga njerëzit që ti kanë tavolinë, madje edhe 3 se njërin e kishim në Skype. Tani pse mos janë të jenë disa njerëz të tjerë? E di pse Ky potenciali vet. Po mirë, se ka konflikt interesi, ka konflikt interesi për ato. Media në Hagri. Pra tani, të nesër si dihet ti se unë këtu do jem. Pra tani diskutimi është ky. Do ketë gjëra të reja, a do ketë gjëra të freskëta, a do ketë njerëz të aftë Partia Demokratike? Pra ti se vë fare në diskutim që do jeti protest, si gjithë të tjerat, njerëzit do mblidhen, do mbahet një fjalim, do ikin shtëpi. Po mund të ketë edhe në një çadër si lapa, po qëndrueshmëri thonë. Si variant. Shiko, nuk ka fuqi. Molotovët janë kthyer si fshek zjarret për festën. Nuk ka fuqi dhe mbi të gjitha shkruajnë. Për mua është ide e duhur në kohën e gabuar. Pra Partia Demokratike ka ide të mirë. Interesant ishte ajo ideja të demokratit që ta 50 deputet nga 50.000 euro, 50 kamiona edhe të blokojnë. Tani diskutimi është ky, kanë kaluar nga shtatori, kanë kaluar 5 muaj, akoma nuk janë mbushur 5 muaj. Pra jemi në fillim të këtij ekzekutivi, të Rama 4, jo të Ramës si kryeministër. Pra ti mund të harxhosh energji, po është e kot. Energji duhet të harxhohen fillimisht duke qenë afër zgjedhjeve, që janë zgjedhjet lokale 2027, duke rigjeneruar grup seksionet. Kështu që për kryetarin është debat i madh. Për mua ky është harxhimi i tepërt të energjisë dhe Partia Demokratike. Udhëzimi ishte. Dhe Partia Demokratike ka një ftonte edhe ty, ju ftonte edhe ju. Nuk e di, ka një gjë, ma konfirmoni ose ma rrëzoni ju. Atje lexova, nuk e di, e kam lexuar, nuk e kam parë dokumentin që njerëzit që na kanë kritikuar janë të ftuar. Të mos jenë më thoshte. Të mos jenë më apo të janë të ftuar. Të mos jenë më ata që kanë shprehur bindje kritike ose kundra. Pra nëse kjo është e vërtetë, nuk e di. Sociale. Kjo do jetë një skandal i madh sepse të largosh njerëzit e tu, po që nuk janë dakord jo me partinë, po me ty, kjo pastaj është një gafë e tmerrshme nëse është e vërtetë. Prandaj po thot Almeri se ka nisë ispastrimi listave apo jo Almer. Se ky është udhëzimi ishte për listat e reja. Për listat e reja. Duhet futemi me listat e reja. Para zgjedhjeve spastrohen listat, vendosen. Atëherë, okay, po dëgjoj. Nëse e marrim të mirëqen që Neni 24 interpretohet që Saliani është vetë përjashtuar sepse bën veprimtari politike subversive, paralele kundra linjës së partisë, dhe ata që shkojnë te Saliani ç'pun kanë? Nuk kanë më punat. Atëherë, a kupton? Pika. Thot sipas parashikimeve, po lexoj atë udhëzimin e Flamur Nokës. Thot pika 4 e pjesës fundit thot sipas parashikimeve të Nenit 23 të statutit të PDSH, rregullores së brendshme të saj dhe kodit të etikës dhe antarësisë Neni 10 nuk do të konsiderohen antar të Partisë Demokratike ata të cilët kanë punuar kundër interesave të PD-s në fushatat zgjedhore. 2. Me qëndrimet e tyre publike dhe politike sipas 24 i statutit të kodit etikës kanë vepruar kundër vijës së Partisë Demokratike. Kanë bashkuar votat, qëndrimet këtë ka bërë Flamur Noka. Janë pjesë administratës së lartë organeve ekzekutive me këto pozicione janë shfaqur në fushatat zgjedhore krah drejtuesve politik ekzekutiv. Me qëndrimet e tyre publike kanë thyer rënd disiplinën e partisë, rregulloren e brendshme dhe kodin e sjelljes së antarit të PDSH-s. Me qëndrimet e tyre publike dhe politike sipas Nenit 4 kanë dalë kundër dhe kanë bashkuar votat. Pra, kuptoje. Domethënë kjo është aq e përgjithshme që ata mund të përjashtojnë këtë do qefi. Kryeshja 2-3 kokra. Do të fillojnë me ato që kanë brenda, se ato ka një pjesë rëndësishme brenda, domethënë jo, brenda grupit parlamentar. Po jo, ti ke një këshill brenda këshillit kombëtar, ti ke një grup që firmosi atë që unë kam thënë bashkë me Almerin. Aty përjashtohet Muslim Murrizi, sepse ka qendrim publik, përjashtohet gjithë. Jo, më edhe ai grupi, ai ishte ai grupi që ishte dhe Aulon Kalaja, kush ishte ky Lisandër Roza, e tjerë që kërkonin ngritet e një komision hetimor për ata që përfitojnë nga pushteti, që janë të lidhur me PPP-ra, me tendera, me benefite nga pushteti. Se duhet përjashtu këtë grup? To s'kanë bërë qëndrim kundër partisë. Si po duhet përjashtuar këtë grup? Për lidhet me Sorosit, thot grupi. Mira, ajo është pjesa e Soros
Ajo këtu pranojnë që Sorosin e kanë brenda, po çështja është kjo. Jo, çfarë paralajmëron kjo Poli? Kjo paralajmëron që Berisha ka, domethënë për paralajmëron atë që kemi paralajmëruar dhe na kanë dalë gjitha fjalët se plasëm 3 vjet, 4 vjet. Që Berishës nuk i duhet në zgjedhje Berisha do vazhdoj të mbetet kryetari i Nuk i Partisë duhet një Demokratike. parti e madhe, as fituese, as sfiduese, as të jetë në kontrastë të tjerë, duhet një parti e tia, vetëm e tia, sepse i duhet për proceset që ka në SPAK dhe për gjyshin partizani që ka filluar. Do ta lejoj Saliani të konkurrojë si mendon? Jo, më burr as bëhet fjalë, çfarë do ta lejoj? Almer, unë mendoj që në kushtet që jemi, Partia Demokratike nuk do ketë zgjedhje. Pra, unë mendoj që nuk do ketë proces zgjedhor. Do shkelet status? Unë mendoj që në qoftë se SPAK mund të ketë lëvizje ose masa shtrënguese ndaj liderit aktual, i ndodhur në kushtet pa barabarta për garë, unë mendoj që zoti Berisha do qëndrojë kryetar partie. për shkak të kushteve. Se vendos fushat. Po, për shkak nuk mendoj që do ketë garë. Fakti që unë besoj që nëse do ketë garë, Sali Berisha nuk do ta ketë garën e lehtë përballë Ervin Salianit. Dhe unë mendoj që Ervin Saliani do jetë në garë. Po ma beso pra, unë kam informacion, kam dhe bindje që Ervin Saliani do jetë në garë. Dhe nuk mund ta përjashtojnë dot. Nuk kanë arsye ta përjashtojnë dot. Sepse ata mund ngrenë çdo lloj alibie, mund ngrenë çdo lloj arsyetimi. Me Bajrat, 2 me Bençimi. Po mund të ngrenë me çdo lloj alibie tash. Me Pierindreu, 4 me. Mund të ngrenë. Unë di them një gjë që në qoftë se do ndodh garë, fakti që këta kanë nxjerrë këto nenet përjashtuese, ata do të ndodhë si rasti fenomenit Basha Oldashi, ku njerëzit e Skol Oldashit u përjashtuan nga lista dhe nuk votuan përballë Lulzim Bashës. Dhe këtu mund të ketë sepse ai udhëzimi thotë se është shoqëruar bashkë me listat, thotë që juve nëse pretendoni që këta nuk banojnë, i krifni listat dhe na ktheni neve kush janë besnikët tanë. Pra ka shumë në këtë, ky është koncepti i gjithë kësaj. Ka ndodhur gjithmonë para zgjedhjeve. Na tregoni kush janë ata, kush janë këta armiqtë dhe mbështetësit Salianit, i veni vizën mos janë fare ditën e votimit, se nuk ka ndonjë rëndësi të kritikosh, të kresh listat në këto momente një muaj para. Ka ndonjë figurë tjetër që apo ka maqo lakror sa duash? Ndonjë figurë tjetër nuk ka lidhje. Shikoj çfarë ndodh. Përballë zotit Berisha. Unë mendoj që edhe zoti Berisha nëse e merr mandatin, do ta ketë vështirë për ta çuar deri në fund. Pra, unë po e shikoj Partinë Demokratike në një lëvizje të fortë që do ketë mbështetje dhe ndikim amerikan. Nuk po flas për një Parti Demokratike që Ervin Saliani është individ. Për Ervin Salianin, Sali Berisha qëndron 100 vjet. Po për Ervin Salianin me amerikanët, zoti Berisha do ketë punët e vështira. Këtë lexoj unë situatën, do të thënë. Kjo është pak a shumë realitet. Salianist, po mos nuk ka lidhje Salianist. Unë di them të gjë. Tani unë këto që them, gjithmonë i mas me kohën. Koha e vërtet. Shofi. Falenderoj Arbër, se kishe koment se një fjali të shkurtër. Një fjali të shkurtër, unë mendoj një gjë. Vërtet Saliani ka të vështirë me zotin Berisha aty, por kështu e ka pasur zoti Rama në vitin 2002 kur filloi ringjitjen e tij për të marrë Partinë Socialiste. Çfarë thua? Nëse zoti Saliani beson. Ai ka bler Partinë Socialiste. Nëse zoti Saliani beson. Nëse Ervin Saliani krijon ekipin e duhur, se është rëndësishme ekipi i duhur, asgjë nuk është e pamundur.